me lojen që ka pas me ty. Njeri e ka thënë këtu brenda që unë kur e kam parë sa inteligjente është Selini, as nuk e mendoja do ta ndroja me një ortake tjetër. Po, se ka pas në nëse Selini pas ka qenë besprer, ti pse ke qëndru afër dhe sot e kësaj dite kur ti mendon se ke hapësirë vjen dhe i thumë mirëmëngjes, edhe kur bëhet një pyetje nga produksioni, nga sponsorat që me kë ke keq kuptime dhe do të rregullojë një keq kuptim thu Selini. Po pse le çete kapi Prime-in? Unë dhe kur i thashun sot këtu te dhoma, kam qenë i thashun miri, se ishte vetëm një moment s'po gjija dot vetëm, ishte gjithë kohës me Rogertin. Tu duke ecë tash miri thashun, mos e keq kuptoj thashun, unë nuk të kam dhënë asnjë lloj hapësire për mos sjell njerëz në anë njerëzore. Thash me mua nuk mund të kesh komunikim të këtij lloji. Mos e vrit mejen, se ka keq kuptuar njëri, a kështu që apo. Thash shitso, e para një herë pse ikën? Uli kokën dhe iku. Thash hajde të ta mbroj mendimin deri në fund. A do me të mbaroj, nuk e dona e, sepse a e di shumë mirë që përfundimi im është që ti djali dashur nuk e respektuar figurën time atërore, moshatarin tat, burr për burr, bab për bab, dhe dyta, ti më ke nxjerr mua partnerin, që ti s'pas ke qenë fare xhelos për të dashurin tim, shkon dhe ma çon mua në nominim, kur ti ndërkohë këtu ke Malin akoma, që është amaniti shoqës tate të ngushtë. Kupton? Ai e di shumë mirë këtë justifikim dhe çfarë bëri doli nga dhoma. Dhe shumë po pse ikon më? Edhe ke pas ndjenja. Ore, po i heqim të gjitha. Që ke qaj që javën e dytë në dhomë trafimi. Po i heqim të gjitha, sepse po e supozojmë që janë keq kuptime. Qa keq kuptime shme se ka taj duke qaj? O Mateo, po them nëse, sikur, ja i hoqëm. Po ama, këto dy fakte nuk i çbën dot njëri. Këto dy të tjera, dy fakte të tjera nuk i çbën dot njëri. E vërtet.